Ernest Muçi mbetet një çështje mjaft e rëndësishme te Trabzonspori. Klubi turk është bindur nga aftësitë e mesfushorit me tipare sulmuese që u huazua për 1 milion euro nga Beshiktashi. Trabzonspori gëzon të drejtën e blerjes, megjithatë deri tani drejtuesit po përpiqen të ulin shumën në fjalë sipas raportimeve në Turqi. Janë plot 8.5 milion euro që duhet të paguhen nga Trabzoni për të zotëruar kartonin e shqiptarit. Te Beshiktashi ndërkohë nuk po e mendojnë as pak që të negociojnë shifrën e shitjes, kjo pasi Muçi po shkëlqen prej 3 muajsh duke qenë lojtari më produktiv. Trajneri Fatih Tekke dhe drejtuesit dukshëm janë bindur nga performancat e Muçit. Te Beshiktashi po ashtu janë të vetëdijshëm që klubet e tjera do të trokasin në derë për të siguruar shërbimet e Muçit. Thuajse e sigurt është që në ver do të ketë një transferim të përhershëm te Trabzonspori ose në një klub tjetër. Kjo pasi kontratat e Beshiktashi përfundon në vitin 2027 dhe turqit nuk do të rrezikonin që t'u largohet pa përfituar. Ernest Muçi nuk u vlerësua asnjëherë sa duhet te Beshiktashi, për këtë dhe u huazua te Trabzonspori ku po shkëlqen. Dje shënoi ndaj Fenerbahçes dhe pavarësisht humbjes së Trabzonit, ishte ndër më të mirët në fushë. Trabzonspori pritet të paguajë 8.5 milion euro në fund të sezonit për të siguruar kartonin e Muçit. Gjatë kësaj kohe nuk ka munguar interesi nga Anglia dhe vendet të tjera në Europë, ndërsa te Beshiktashi kanë filluar të pendohen. Nëse Trabzonspori e merr Ernest Muçin, ata do ta shesin atë për 30 milion euro, ishte deklarata bujshme e Bülent Uslu pas ndeshjes së djeshme. Uslu është një tifoz i Beshiktashi dhe komentator i njohur sportiv në Turqi, jo vetëm kaq, pasi është dhe antar i klubit duke pasur të drejtë vote në asamble dhe angazhohet me çështjet e klubit, edhe pse nuk është pjesë e stafit drejtues apo menaxherial të ekipit. Ernest Muçi shënoi dje ndaj Fenerbahçes dhe për të ishte goli 13 sezonal me Trabzonsporin. Tashmë lojtari i kombëtares shqiptare ka barazuar numrin e golave që shënonte në sezonin 2023-2024, ndërsa e niste te Legia Varshavës dhe e mbyllte me Beshiktashin. Goli i tij erdhi që në minutën e 6. Ky ndërkohë është dhe një rekord për këtë sezon te Trabzonspori, pasi rezulton goli më i shpejt. Vetëm 30 minuta në fushë u dhan Muçit te kombëtarja në vitin 2025. Mbetet për tu parë nëse trajneri Silvinho do të ndryshojë këtë vit.